çfarë u bë se vetë që unë të zija me burrë. Kjo porosia që më erdhi nga Ujisha ishte një porosi që unë kisha zgjedhur disa gjëra shumë të bukura dhe me shumë ulje, por ato i kishin ndarë në 2 pako dhe pako e parë erdhi mbas dite. Fiks në kohën kur kishte ardhur burri nga puna, edhe filloi ti vetëm blen, ti nuk ndalon, por këto bleri janë një investim, sepse ka marrë rroba për fiskultur, me shumë mundësi këto gjëra mua nuk më bëjnë tani, po unë do t'i provoj edhe do t'ju tregoj dhe ju. Tani pakon e parë unë hapa, sepse ja tregova burrit që ti argumentoje pse ishte një zgjedhje e zgjuar. Janë streqe, janë goxha të holla, kanë këtë detajin këtu mbrapa, duket? Këto me çmim real ishin 26 euro, unë i mora diku tek 15 euro në mos gaboj. Edhe kishin dhe këtë tip pusha bra, këto i kam marrë mas medium. Mua më duken super dhe kur i prek në dorë janë aq të buta. Këto të dyja i kam marrë medium, sepse mendova që pasi të lind do filloj stërvitjen dhe duke menduar që do bie pak, të më rrin sa më mirë. Mora tjetër këtë setin, janë këto pantallonat, që vin pak si cowboy, si bosh. I kombinova me këtë si bluzë gjysmë sportive, gjysmë për të dalë. Nuk e di sa duket. Kjo është me bel të lartë, me bel të shkurtër, me që pantallonat janë me bel të lartë. Atë ishin 30 euro, unë i mora diku te 15, gjysmë për gjysmë, një gjë e tillë. Edhe bluza ishte 35, këtë nuk e mbaj mend sa ishte me ulje, do t'i shikoj te fatura. Hapim edhe pakon tjetër, që nuk e di pse erdhi me një pako të dytë, këtë që ishin stil running, dhe nuk e di kishin qenë 40 euro, por ishin bërë vetëm 12 euro me ulje. Shikoni pak sa cute janë. Janë këtu te pjesa përpara, nuk e di a duket, janë komplet transparente. Nuk e di, për 12 euro, këtu atletet, si bluza më pëlqeu shumë. Modeli e kishte vesh me një bluzë të bardhë poshtë, e mongët kështu si sportive. Mendova pasi të lind, që unë e kam për të lindur nga fundi nëntorit, fillimi dhjetorit, jam fiks në kohë për ta veshur me ndonjë t-shirt poshtë, me xhinse për të bërë një shëtitje me bebin këtu afër. Se larg nuk e di se si do ja bëjmë me 3 fëmijë për të dalë shëtitje. Këto ishin gjërat që bleva te Ujisha. Tani më thoni, doni t'i provoj dhe t'i shikoni në një video? Më shkruani.